Rabi ibn Khuthejm, një prej dietarëve të parë të hershëm, a din si veprejke. Ishte tu hecë rrugës, kur e shike për shembull, kur e shike një therrë në rrugë. U afrejke, o zot që ton pe heke për hatrit nonës. Domethënë sevapi dhe diçka nonës. E heqke. Do sevape sadak mi shku nonës. Shkeke maçane e gjojke një guri ose një therrë. Shkeke e heke, o zot, këto për babën. Sunalke, gjithë ditën, edhe pse i kishin vdek prindërit e tij, ai t'i dhon, t'i bon sadak për prindërit e tij, ndërsa ndoshta në një anit prej neve, ose mund me thonë një të përgjithshme, neve kemi harruar cila është hera e fundit që na kemi bërë një sadaka për nonën ose prindërit tanë të cilët na kanë shku. Edhe peso e let, një guri heqe, sadaku shkaton pejgamberim, veç o zot sadakën e qisojnë shpërblimin çaja nonës, nuk kemi bën një gjë, ose aty te xhamia kur dolmi. Nuk është qash harxhimi i madh, një gjysërë, një erë, një 5 ersh, me shtinja ato, o zot që tu për nonën, sa vopi çaja nonës. Çaja babës, mirë po jemi të pakujdesshëm, Allahu na fal.